Ne duhet të kujtojmë se nuk luftojmë me mishin dhe gjakun, por me principatat dhe pushtetet dhe ligësi në vendet më të larta, dhe armët e luftës son nuk janë të mishit. Ato s'janë armë të natyrshme, por janë armë frymërore. Është lavdërimi dhe adhurimi dhe mirënjohja të dhënit, të gjitha këto gjëra janë luftë frymërore. Do t'ju pëlqej ky mesazh, pa diskutim që do t'ju pëlqej. E di që tani që do t'ju pëlqej, sepse titullohet Betejë i përket Perëndis. E shihni, ju thash që do t'ju pëlqej. Të gjithëve u pëlqen mesazhi Betejë i përket Perëndis. Por unë dua të përmend që në fillim se fakti që Betejë i përket Perëndis nuk do të thotë se ne duhet të rrim dhe të mos bëjmë asgjë, ndërkohë që Zoti bën absolutisht gjithçka. E dini, Perëndia do të shohë për ulësi, para se të përfshihet në zgjidhjen e problemeve tona. Ai ndihmon të porulurin dhe kundërshton krenarin. Ndihmon të porulurin dhe kundërshton krenarin. Dhe krenari mendon se mund të bëjë gjithçka vetë dhe se si duhet Perëndia. Tani, Perëndia im, keni të drejtë, dhe ndonjëherë mendojmë se nga që kemi bërë diçka me sukses 199 herë, dhe tani do ta bëjmë për të 200 herë dhe nuk kemi nevojë për Perëndin, sepse ndihemi shumë të zotët. Unë do të kisha shumë frikë nëse do të ngjitesha në podium, e do të përpiqesha t'u thosha juve diçka që ka kuptim, nëse nuk do të mbështetesha tek Perëndia. Sa herë bëj këtë? Kujtoni se çfarë po themi, i përulur i merr ndihmën. Zoti kundërshton krenarin. Po ju tregoj tek e para e Pjetrit 5:5. Është pjesa e dytë e shkrimit. Thuhet, po, nështrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, mos përfillësit dhe mendje mëdhenjt, ata që mendojnë se s'ka nevojë për Zotin, dhe ai i mposht ata, por u jep hir të përulurve. Kështu Perëndia kundërshton, pengon dhe mposht të gjitha përpjekjet që bëhen me krenari. Derisa ne ta përulim veten tonë, dhe atëherë dhe vetëm atëherë, ai do të na ndihmojë. Perëndi, unë nuk jam i aftë ta bëj këtë gjë, nuk dish të bëj edhe po të përpiqem, por i drejtoj syt tek ti. E di se ti mund të bësh atë që unë s'mundem, dhe disa nga ju duhet ta dëgjojnë këtë sot. Duhet të dini se fakti që ju s'keni qenë të Zotit ta bëni nuk do të thotë se Perëndia s'është i Zotit ta bëj, dhe se po pret që ju të gjeni zgjidhje vet. Ndoshta disa nga ju sikur e kanë humbur shpresën, nga që gjërat nuk po shkojnë mirë. O, ne bëjmë këtë lutje, Perëndi, provova të bëja çdo gjë, por se di se çfarë do ti që të bëj. E po ky është thelbi. Çdo gjë që keni provuar s'po funksionon dhe ndoshta ai do që ju të mos bëni asgjë për pak minuta. Jezusi tha, të ndar prej meje s'mund të bëni asgjë. A i tha, një degë e thyer do të thahet dhe s'do të ketë forcën e jetës. Një shembull i mirë kur predikon një mësim, ndonjëherë, sidomos nëse jeni duke bërë një seri, është të sillni një shkure të vogël e të thyeni një degë. Ta vini këtu sipër, që njerëzit të mund të shohin se si ajo thahet pak nga pak, e thahet pak nga pak. Shermend i këputur nga hardhia jemi ne larg nga Jezusi. Vërtet, do të duhem vetëm disa ditë. Dua të them se unë mund ta bëj si një seminar me 3 pjesë. Në kohën kur të jeni në ditën e fundit, ajo gjë do të jetë tharë e vyshkur dhe në të nuk do të ketë jetë. Dhe ky është një shembull i mirë. Prandaj dhe Jezusi tha, shermendi i këputur vyshket dhe thahet. Dëgjoni, kjo është ajo që na ndodh neve.
Po ju them diçka, kemi nevojë më shumë për Perëndin se sa për gjërat që ai mund të bëjë për ne. Mos e filloni kohën me Zotin me kërkesa. Fillojeni me mirënjohje. Mendoni për njerëzit që Zoti ka vënë jetën tuaj, që janë bekim për ju. Mos filloni duke treguar çdo lëndim që keni, falenderojeni për gjërat që ende funksionojnë. Amen. Unë duhet ta bëj këtë ndonjëherë. Po, ne gjithmonë mund të gjejmë diçka që na shqetëson. Por lavdi Perëndis ka shumë gjëra që funksionojnë. Në 12 vargje, Jozafati e vuri veten dhe Judën në pozicion për një mrekulli. Shumë njerëzve u duhen 12 vite dhe ende duket sikur janë shumë larg. 2 Kronikave 20:13, tërë burrat e Judës me fëmijët, bashkëshorte dhe bijtë e tyre rinin më këm para Zotit. Dhe ata pritën. Tani, po ju them diçka për pritjen që mund ta dini ose jo. Unë gjithmonë kisha një ide të gabuar për pritjen, mendoja se pritja ishte një lloj gjëje që ishte më e mërzitshme nga të gjitha. Dhe kur djalli më pëshpëriste në vesh çfarë do të bësh, mua më vinte ndonjë ide. A nuk e dini se armiku dërgon demonët e tij që t'ju ulen në shpatull dhe t'ju pëshpërisin në vesh gjithë ditën, çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? E po çfarë do të bësh? Dhe ju filloni të ndjeni sikur duhet të sajoni ndonjë ide, ndryshe do të dukeni si budallënj. Disa kohë më parë kisha probleme me shëndetin dhe një mjek më tha se kisha punuar shumë për një kohë shumë të gjatë dhe më tha që të pushoja për një periudhë të gjatë kohe. Dhe mendimi i parë që më erdhi, ky ishte mendimi i parë, e po çfarë bën dikush kur bën pushim? Dhe akoma e kam të vështirë të pushoj. Mendoj, çfarë mund të bëj dikush kur bën pushim? Kështu unë kam shkruar 116 libra, e dini? Dikush nuk pushon shumë. Por dëgjoni, fjala pres nuk do të thotë që thjesht të ulesh e të rish kot duke pritur një mrekulli. Ju nuk jeni të zënë fizikisht, por jeni shumë të zënë frymërisht. Jeni duke besuar, jeni duke adhuruar, jeni duke lavdëruar. Fjala pres do të thotë të kesh pritshmëri, të shpresosh dhe të kërkosh Perëndin. Kjo është domethënia e saj. E kuptoni? Të shpresosh, të kesh pritshmëri dhe të kërkosh Perëndin. Isaia 40:31 thotë, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja. Mirë, pritja në Perëndin na jep forcën që na nevojitet për të bërë çdo gjë që Perëndia do të na thotë të bëjmë. Ja pse kur shkoni tek Perëndia me një problem, ai s'ju jep zgjidhjen menjëherë, sepse ju duhet kohë të uleni në praninë e tij dhe të përthithni praninë e tij, duke rritur forcën dhe urtësinë që do t'ju duhen për të kapërcyer çfarëdo që ai ju thotë që të bëni. Por kjo do të thotë se nuk po prisni pasivisht, duke mos bërë asgjë. Ju po thoni Perëndi, unë po pres që ti të flasësh, po pres që ti të shfaqesh. Unë po të kërkoj ty, unë të dëshiroj ty. E dini, po t'ju thosha se do të vija në shtëpinë tuaj pas dite, pas takimit, le të themi në orën 5. Do të doni të vija? Në rregull. Nuk do të vi, por thjesht po bëjmë një lojë. Vetëm se duhet të shkoj në shtëpi. Por nëse do të më njihnit më mirë, ne nuk jemi shumë të afërt, më keni parë në televizor, unë shpresoj të njihni më mirë Perëndin se sa mua, dhe kur vjen ora 5, shini nga dera. Dëgjoni. Fëmijë mos bëni rëmuj, Joyce po vjen këtu. Dëgjoni, ju do t'jeni duke kërkuar e do t'jeni të gëzuar, do të prisni, dhe kjo do të thotë të kërkosh Perëndin. Ne shpresojmë
Më pëlqen fjala shpresë. Kam shkruar një libër me titull Mbaje gjallë shpresën dhe e quaj libri im I lumtur. Dhe të shpresosh do të thotë të presësh se në çdo moment diçka e mrekullueshme do të ndodhë në jetën tënde. Nuk është një lloj shprese e marrë si shpresa që ka bota, po shpresoj të ndodhë diçka. Nuk është kështu. Shohim kronikave 20-13, tërë burrat e Judës me fëmijët bashkëshorte dhe bijtë e tyre, një pritje shumë e gjatë nxjerr më të keqen tonë. Pastori thot mund ta thuash përsëri këtë. Po them, nëse doni të shihni se çfarë keni brenda jush, thjesht filloni diçka me Perëndin dhe I thoni atij t'ju bëj të prisni rreth 6 muaj për një përgjigje, apo t'ju çoj në pikën ku të ndjeni sikur ai është miliona kilometra larg. Me qëra fjala, thjesht po e them këtë, sa më gjatë ecni me Perëndin, aq më pak ndjenja ka gjasa të keni. Ju nuk e kuptua, disa nuk e kuptuan, apo jo? Me fjalë të tjera, sa më gjatë ecni me Perëndin, aq më shumë pret ai që ju të ecni me anë të besimit. Dhe jo të shenjave dhe hamencimeve dhe konfirmimeve dhe mrekullive. Nëse Perëndia ju thotë jepni $1.000 në ofertë nesër, mos prisni 3 konfirmime. Ju aja punë, bëheni. Më kujtohet koha kur unë isha shumë e re në këtë gjë, rreth 40 vite më parë. Ndjeva sikur Perëndia donte t'i jepja dikujt $10. Dhe unë mendova, nëse ti vërtet do që unë vërtet, Perëndi, nëse ti vërtet do që unë ta bëj këtë, sepse vërtet po shpresoja të mos ishte Perëndia, sepse vërtet doja t'i mbaja ato $10. Po mësoja të dëgjoja nga Perëndia dhe dëgjova t'i fliste zemrësime. E di Joyce, edhe nëse vërtet nuk po ta them, s'do të zemërohem po të bekosh dikë. Kështu, nuk ju duhet konfirmim për të bërë diçka të mirë për dikë. Nuk ju duhet konfirmim për të qenë të sjellshëm me dikë. Kur prisni të dëgjoni nga Zoti, mos kërkoni gjithmonë që të jetë një shpërthim I madh I mbi natyrshëm. Mirë, të kthehemi pas. Një pritje e gjatë nxjerr më të keqen nga ne. Tani, mbërrim tek pjesa që ju pëlqen shumë. 2 Kronikave 20-14. Atëherë në mes të asambles, fryma e Zotit përfshiu Jahazielin, birin e Zakarias, biri Benajahut, biri Jejelit, biri Matanjahut, një levit nga bijtë e Asafit. Se di nëse këta njerëz po t'jetonin sot do ta kishin të vështirë të shqiptonin emrat tanë. E dini? Tani majku këtu është shumë më I mirë se unë në këtë gjëra. Kështu që do të pyesja atë për shqiptimin e emrave, por pastaj do t'i haroja kur të ngjitesha këtu. Gjithsesi. Dhe ky tha: dëgjoni ju të gjithë nga Juda, ju banor të Jeruzalemit, dhe ti o mbret Jozafat. Kështu ju thot Zoti, së pari është mirë që Jozafati është aq I përulur sa të dëgjonte profetin. Perëndia si dha një fjalë atij drejt për drejt, por ja dha dikujt tjetër. Mos keni frikë, mos u tronditni për shkak të kësaj shumice të madhe, sepse beteja s'është juaja, por e Perëndis. Tani mund të duartrokisni fort. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit. Në rregull, mirë. Cili është pozicioni juaj? E dini, unë nuk isha shumë e qartë, por po të vazhdoni ta lexoni, ai bëhet më I dukshëm.
nesër hidhuni kundër tyre. Kështu, shohim këtu se ai u dha atyre diçka për të bërë, por ndodhi pasi pritën dhe nuk ndodhi para se ai t'u fliste. Ja, ata do të ngjiten në të përpjetën e Cicit dhe ju do t'i gjeni në skajin e luginës, të luginës së lumit, përballë shkretëtirës së Jeruelit. S'do t'jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Pra, unë thjesht do të zbres poshtë të qëndrojet shokta njerëz dhe nuk do të luftoj. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit që është me ju, o Jud, o Jeruzalem. Mos kini frikë dhe mos u tronditni, nesër do të dilni kundër tyre, sepse Zoti është me ju. Tani, atyre u duhej besim për këtë udhëtim, a jeni dakord? Unë dua të shihni çfarë ndodh. Dëgjoni, ata kishin përvojë me Perëndin, e dinin cili ishte pozicioni i tyre. 2 Kronikave 20:18, 19. Atëherë Jozafati uli për tokë fytyrën e tij, dhe tërë Juda dhe banorët e Jeruzalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe adhuruan. Kështu, duhet ta kuptojmë këtë pamje. Majka, mund të vish këtu e të jesh Jozafati? Marr njerëz më të rinj për të porulur këtu. Kështu, ja ku kemi Jozafatin, njeriun e madh. Ai po porulet me fytyrë për tokë. Mirë, pra, ky është pozicioni i tij në betejë. Pozicioni i tij i betejës. Në rregull? Pastaj ka edhe shumë njerëz të tjerë që vraponin e adhuronin Zotin. Dhe thuhet, pastaj levitët, bijtë e Keathitëve dhe të Korahitëve u ngritën për të lëvduar me zë të lartë Zotin, Perëndinë e Izraelit. Disa e ngritën zërin shumë lart kur lavdëronin. A e ngrini ju zërin kur lavdëroni? Një mitja ime ende punon për mua, ka punuar po aq gjatë sa unë. Ajo gjithmonë ka pasur një frikë të tmerrshme. Një ditë erdhi në majtë të hundës dhe ishte në autostrad, uli xhamin dhe nxori kokën nga makina dhe bërtiti me sa kishte fuqi. Lavdi Perëndis! Dhe ajo tha se frika u thye dhe nuk pati më probleme më pas. Shihni, Jozafati, po, ka ca kohë aty. 2 Kronikave 20:21. Pastaj pasi u këshillua me popullin, caktoi ata që duhet t'i këndonin Zotit dhe duhet ta lëvdonin për shkëlqimin e shenjtërisë së tij, ndërsa esnin përpara ushtrisë dhe thonin: "Kremtoni Zotin sepse mirësia e tij zgjat për jetë." Kështu, ja ku kemi Jozafatin të përulur, njerëzit që lavdërojnë me zë të lartë, kemi njerëz që adhurojnë dhe kemi edhe këngëtarët, nuk e di se sa janë, dhe ata janë duke ecur e duke thënë: "Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij zgjat për jetë. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij zgjat për jetë." A mund ta imagjinoni këtë skenë? Dhe mendoj se armiqt ishin të habitur. Ne duhet të kujtojmë se ne nuk luftojmë me mishin dhe gjakun, por me principata dhe pushtete dhe ligësi në vendet më të larta, dhe armët e luftës sonë nuk janë të mishit. Ato s'janë armë të natyrshme, por janë armë frymërore. Është lavdërimi dhe adhurimi dhe mirënjohja të dhënit, të gjitha këto gjëra janë luftë frymërore. Dhe ja cila është pjesa super e bukur. Kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë, Zoti ngriti një prit kundër bijve të Amonit dhe të Moabit dhe atyre të malit Seir, që kishin ardhur kundër Judës dhe u shkatëruan dhe mbetën të mundur. Tani, Bibla e amplifikuar, që tani ata e kanë ribër Biblën e amplifikuar, por e para thoshte se armiqt po vriteshin me njëri tjetrin. Me fjalë të tjera, ata u hutuan aq shumë. Thjesht imagjinoni djallin, ai Jozafat, mund të ngrihesh tani. Ndoshta ka ndonjë gërbishje në ball tani. Vërtet, thjesht mendoni për këtë.
armiku ka dhënë goditjen e tij më të fortë. Dhe ajo që po bëni është se po këndoni dhe adhuroni dhe i thoni Zotit se sa i mirë është dhe se sa i fuqishëm është. Dhe ndoshta po bëni një ofrim të madh në mes të kësaj. Dhe po ju them diçka, kur ju silleni kështu, Perëndia do t'ju tregoj nëse ka diçka që ai do që ju të bëni. Dhe nëse nuk ka diçka që Perëndia ju a tregon, atëherë bëhuni aq të zgjuar, sa të prisni sa ta bëj. Kam zbuluar në jetën time dhe do ta ndaj këtë me ju, sepse e besoj me gjithë zemër. Unë besoj se të dhënit, dashuria për njerëzit përmes plotësimit të nevojave që kanë, dhe të dhënit, sidomos kur ju vetë keni probleme, mendoj se është një nga format më të larta të luftës frymërore që mund të bëni. Unë besoj se çdo vepër dashurie sjell shërim në trupin tuaj. Mendoj se çdo vepër që bëhet me egoizëm, urrejtje dhe keqdashje na e largon energjinë dhe përpin shërimin ton dhe forcën ton. Gjëja më e mirë që ju mund të bëni është të jeni të mirë me njerëzit. A më dëgjuat? Gjëja më e mirë që ju mund të bëni është të jeni të mirë me njerëzit. Dhe do të flas më shumë për këtë në një takim tjetër, por thjesht në rast se nuk do ta dëgjoni, po ju them diçka, nëse ju duhet një mrekulli dhe keni mos falje në zemrën tuaj, atëherë jeni në rrugën e gabuar. Amen. A e dini se sa njerëz të zemëruar ka në Kish? E trishtueshme. Dhe shumë janë të zemëruar me personin që shkojnë. Dhe është vërtet keq kur e bëjnë këtë. E di, sepse unë shkoja në Kish dhe isha e zemëruar me Devin. Fryja është fryja e gjithë rrugës, por sa po takoni personin e parë në Kish, lavdi Zotit. Dhe e dini, ne themi lavdi Zotit. Dhe e di që Perëndia thot, vërtet, sa mendon se do të duroj kështu? Vërtet, këndoja këngët, duartrokisja, kërceja poshtë e lartë në Kish dhe lavdi Zotit, pastaj dilja, hipja në makinë dhe zjesha me Devin. Forca, sa nga ju e din për çfarë po flas? Në rregull. Apo bëni thashe theme për pastorin dhe gruan e tij. Hani drekën duke bërë thashe theme për ta dhe kur merrni një lajm të keq nga doktori, gjëja e parë që doni të bëni është të shkoni te pastori që të lutet për ju. Forca, apo më dëgjoni të gjithë sot. Perëndia ka shumë gjëra që do të bëj me ne dhe përmes nesh. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe të gjitha gjërat do t'ju shtohen juve. Amen? Në rregull. Ka një premtim në Bibël, nëse kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë mbi çdo gjë tjetër dhe drejtsinë e tij, ai do të na jap çdo gjë që na nevojitet në çdo zonë të jetës sonë. Pavarësisht se me ç'betej po përballeni, Perëndia do t'ju ndihmojë në atë betejë. Vërtet, ju tashmë keni fituar, thjesht duhet të qëndroni fort dhe të zbatoni fitoren që Jezusi tashmë ju ka dhënë kur vdiq në kryq për ju. Jetoni me pritshmërinë se gjëra të mëdha do të ndodhin në jetën tuaj.